Njihuni me restorantin e shqiptarit të suksesshëm në Amerikë, Valon Arifi, restorant Pizza Calabria, e cila gjendet në një lagje afër Nashville, ku gjenden picat më të mira dhe më të shijshme në vend, e më gjërë. Valoni tregon se si ka arritur deri këtu pas shumë sakrificave dhe mundit në Kosovë, ku ka arritur të migrojë në Amerikë, ku fillimisht nuk ka ditur as të marron pica, dhe pse i ka dashur aq shumë. Por pas një kohe ai ka hapur restorantin e tij Calabria, ku tani ka mbi 25 punëtor dhe ka hyrë fuqishëm në tregun amerikan, ku po vizitohet nga shumë shqiptar, po edhe shumë amerikan. Shkaku i profesionalizmit, pastërtisë dhe ushqimit të shijshëm që ky restorant ofron. Në shkurt të vitit 2023, mediat amerikane krijuan një rubrikë të mirë për storjen e Valon Arifit, që vjen nga Gjakova e Kosovës, duke dhënë diçka komunitetit amerikan në shtetin Tennessee në Amerikë, ku erdhi si refugjat këtu. Një storje suksesi në vete, por edhe mburje dhe krenari për çdo shqiptar, një shembull për të rinjt sot se me punë arrihet gjithçka.